Përvoja e një inxhinieri në politik, dimenzionet e ndryshme që ai ka zbulu mbrana politikës, arsyet pse e kanë shty me u fut në politikë para se gjithash, dhe mënyrën si ai po e sheh politikën tash prej mbrana dhe si e ka perceptu për nga jashtë, deputeti më i ri në kuvendin e Kosovës, nga radhët e LDK-s, Ermal Sadiku. Ermal, faleminderit që gjete kohë më ardh. Faleminderit për ftesën shumë. Nuk e di a ke shumë formal, këtu nuk jemi në debate, s'kemi ndaj dinamik shumë intenzive, mujna ma shlirë me shtru tema. Nuk e di, është një lloj mim që me një akullore, s'po di atë ka me pa, që paraqitet një farë figure, një akullore që duket shumë bukur në ambalazhimin e saj, e kur të qelsh mrena është kërsh. E kjo është ajo që ka prita dhe që ka gjeta. Nuk e di a është kjo përvoja jote në politikë që më u fut me një herë, po veç si perceptim fillestar. Ma ne ma shumë shifur nështë edhe në sferën e... Nështë jo bash qaq keq, unë e më përsi kështë për natyrës jam pak cinik, për fat keq Kosova të bënë, që ashtu ka pak cinik, kështë që shanet i shef me një farë negativitetin në raport me si përfaqen, po ka gjana që më kanë bu me unë shumë mirë, masi që kom him politikë, ka gjana që më kanë demotivu shumë për një kohë shumë të shkurt, së në mos politika këto është shumë, ka një farë stagnimi, nuk është pragmatike, gjithmonë ka njerë që thonë, së ne bën këtë, jo leje, ka kohë, shumë shpejt, ku njëse ti, edhe në këto fjallë të zakonshme, edhe të kolegëve, edhe të bashkëpartijakëve, edhe të politikanëve në përgjithësi, e unë e vi prej një industrie që është teknologjia informative, që është një industria më dinamike në botë, është industri, si mos edhe ndërmarrësia me këto startupe, duhesh për çdo ditë me ndërtu diçka, për çdo ditë me bo diçka, për çdo ditë me tregu diçka, sepse është konkurenca tepër e fortë, edhe gjanat ndryshojnë. Edhe kur vjen prej një reliefi të tillë të gjanave, me një diçka që gjanat ecin shumë kadal, me shumë kujdes. Njerëzit sado që janë të thellë ndoshta intelektualisht, për shkak të politikës duhet shumë me najt në atë si përfaqen e mendimeve dhe nuk guxojnë shumë me u shpreh edhe pastaj ka zinxhir të mendimeve aty edhe në parti edhe këtë këto vërtet më kanë demotivu. E them edhe po vazhdojnë me më demotivu çdo ditë edhe i kena ato grupet në parti, të më thonë, po më duket një njeri ma aktiv në grupe, kështu, duket dhe i shkoj nerva, dikujna së në tonë, ku më thonë, kështu re qëta bëj qëta, pse kja. Po, është normali se është një farë clash, një farë goditje, kulturës, jo për të mirë dhe për të keq, po veç qasjes. Unë jë mësu për zdo ditë diçka me ndodhë. Në politikë nuk ndodhë diçka, për do shta ndodhë shumë aspektin publik që e shofi njerëzën për media, po në për parti, sa në të shkojmë pak më ka dole, mu bisedu, mu analizu, mu qapë ti. Po, temat këto dhe aktualiteti politik në fakt dominojnë, sidomos për gjatë shto ditëve të javës përveç vikendit, edhe do këtë që na u ka shëndru në një lloj konsumi ditor me që s'kemi sa në tjera më atraktive me u marrë. Më thonë unë e vrej edhe të vete, atash edhe pej angazhimeve në debate aneje dhe tash me ta thonë sinqerisht, edhe vetë mërëna dinamikës sa po nisëm të të diskutimi, instinktivisht ja nisëm me folë edhe me u thellu pak në sferën politike në kuptimin e partijakt fjallës, ta themi. Po unë ma shumë kësha qef me bo këtë ka përcim ka mesi ose fundi i bisedës, e fillimi me që je dhe inxhinierë dhe ke magjistru jashtë në fushën e etikut edhe tash po e vrejmë që ato që the edhe vetë. Më thunë një lloj dinamike gati se pa parashikueshme në ato që ndodhë në sferën e inteligjencës artificiale, ashtu dhe qysh kjo e ka përmbys komplet një lloj paradigme, qysh na e menojmë në radhë të parë punën, do të thonë punë që i kryen njeriu,
mas punës ti duhesh me rimendu gjithçka që bën. Do të thonë, në një pyetje që tash sa vjet prej kur ka nis me hapat shpejt me u zhvillu AI, ka nis me qarkullu edhe kjo pyetja çka nëse do të thonë inteligjenca artificiale e zaventson njerin në shumë aspekte të punës, çka ndodh mas neja mesin na pa punë. A zaventsohen që ato punë, po ti ki kohë me u marrë me diçka tjetër. Do të thonë kush i kryen në disa punë tjera. Kështu që kjo nështë si për fillim që e shet ti që zhvillimin e hofshëm të inteligjencës artificiale, edhe si më thonë, çfarë gur ka me lëviz kjo mrena rrjete ose mrena një terreni tonë shoqëror në përgjithësi. Nështë kur je në atë fush, fillon mi analizu zonat pak edhe me një farë frike, sepse mendon edhe unë jam pak për fat keq që i ndërtuam ashtu, filloj me mendu edhe what if, edhe në çka nëse, edhe mundohna shpesh me nxjerrë edhe negativitetin e gjanave dhe pozitivitetin. Në inteligjencën artificiale, vërtet sado që jam fascinant, jo veçon, po e gjithë bota me zhvillim, është një farë lloj frike çka nëse, edhe nështë edhe pri imagjinatës, edhe pri filmave, edhe pri librave të lexuam, adin robota taking over, pastaj humbja e kreativitetit të njerëzit, ndryshimi i vendeve të punës, të njerëzit të bën me pas një farë droje, kështu të brendshme. Në anën tjetër, produktiviteti është rrit maksimum, asnjëherë në historitë të njerëzimit nuk ka pas ma shumë zhvillim industrial, shkencor, shëndetësi, në arsim për një kohë të shtaktuar se tash. Më shumë ka zbulime në 2 vitet e fundit se në 20 vitet e kalume. Normalisht më shumë ka pas në 20 vitet e kalume se në 200 vitet para asajna, por tash koha është tu shkurtu në raport me ndrrimet industriale, shkencore, hulumtimin, zhvillimin e gjanave. Përpara është dash një ekip me, ku dijone, 5.000 shkencëtar të ndryshëm në përbot, për mundu me gjetë një konfiguracion të proteinave për 10 vjetë, edhe njerëzit kanë kry PhD në shtavëq për me studiu se si proteinat kapen ato farë përbërësit e tyne, sot këto i bën një shkencëtar me një kompjuter brenda ditës, diçka që i kanë vy përpara 5.000 shkencëtarëve që pëndam në përbot. Do të thonë, jemi në një farë forme, në një fush gati që na e kemi menu si të pakufishme të dhanave, të data science, më thonë, edhe një maqinë, një aparat që mundet me i kombinu atë dhana, edhe me napru të një rezultat që na s'kishe mujt me mri, si më thonë, me kapacitetet tona fizike, njerëzore, me mri me vite tona. Tash këto maqinat, si me thonë, qëto LLMs që i njofëm na, ChatGPT, edhe këto teknikisht e kanë lexu krejt informatën që ekziston në botë. Nuk ka diçka që nuk e kanë lexu edhe nuk e kanë mësu, edhe tash problemi më i madh për neve, po e qes tash vetën këtu, është çka me i dhonë me mësu, ChatGPT-s, e ka lexu gjithçka. Tash ma shumë munduem me marrë një LLM edhe mi shti me komuniku mes vete që me mësu një nga tjetrën, po nejse. Edhe tash kër e kini maqinë cila e ka lexu këtë informatën e botës, edhe e kini data center jo një për qindra sa të kanë fuqi për sëri këtë për të madhe, tash të këtë qatë metët është qysh me e përdor këtë informatën që ka ekzistu për fillimit njerëzimit, këtë fuqin për sëri këtë që mund është me imagjinu që me ndërtu diçka. E qa është mas interesantje që krejt që to dyja, na i kena me një telefon në gjep. Edhe pagujna 20 euro në mujt, ose për diçka tjetër edhe pa pages, për diçka pak ma të vogël. Kështu që thonë, the possibilities are endless në anglisht. Mundësit janë të pafundme se çka mujna me ndërtu. Tash një pi aplikacioneve ma interesante që zhvilluan është tam 50 vitet e fundit e ma të popularizuar me open source, një aplikacion cloudbot që njët, është zhvillu me një
dhomë për një programeri, një programeri austriak që kështë zhvillu vetë të përdor OpenAI, të përdor inteligencë artificiale. Edhe qatë shumë ka pas downloads në bita dhe qatë shumë janë të e përdo njerëzit, so që 70 vjetë, sa i ka kalu 50 vjetë gati Linuxi, një për platformat një ora gjitha kora, nuk ka mujt me emri qatë sen, sa i ka mri ajo për dikon një javë. Kite do numra kështu që po më dona me i përmend që me tregu sa e fuqishme ka qenë edhe sa e shpejt bota e teknologjisë, sidomos në këto 2-3 vitet e fundit. Kjo, më të tash më punona me lidh pak edhe me fushën tëmë të interesit, që është ma shumë, më duhet, filozofia, literatura. Më ka pas dok fascinant është një autor Michel Foucault, i cili ka mri me përmbys, më thonë, shumë rande të menumit e të perceptumit në kuptimin që atës që na i kemi thonë shumë, si me thonë, kontribute ose shumë vlerë faktorit njeri. Edhe, për shembull, dy rrymat kryesore që përplasën, edhe që, më thonë, Foucault është një prej strumbullarëve që nisme i përplasë, është ajo moderniteti, si rrymë që ka ekzistu, si më thonë, prej Descartes, gati 1550. Edhe për një gati 400 vjetë, ose ma shumë, na kemi menu që njeri është në qendër të gjithë shkaje, edhe njeri është faktori që i shtyrën në një farë forme me lind shkencat e reja, me lind dijet e reja, me lind njohurit e reja. Po, një libër fantastik që është The Birth of Clinic, më thonë, ku Michel Foucault nis me pa që në fakt, ajo që ka na quajmë shkencë, është një lloj teknikaliteti i mbledhjes së dhanave dhe evidencave. Thotë që nuk ka nis njeri, si më thonë, faktori njeri, bila e ka një shprehje vdekja njeriu, që është në kuptimin subjektiv edhe si ai që është qendra e gjithçkaje që prodhon dije. Thotë nuk e nis ata me qëllimin me zbulu, si më thonë, një shkencë ose një disiplinë të re mjekësore, psikiatrin, ose një neurologjinë, ose një disiplinë, një fushë tjetër. Thotë në spitalet ku i ka mbledh dokumentacionet edhe i ka bo ekzaminimet të shekullit 20, edhe e ka pa që kanë nis, si më thonë, mjekët me i kategorizu pacientët sipas simptomave që ata kanë. Nëse një mori, si më thonë, e pacientëve kanë pas një lloj simptome i kanë kategorizu në një folder. Një në një tjetër, një në një tjetër. Dhe kur kanë nis me u marrë specifikisht me simptomat e tyne dhe kategorizimet sipas simptomave, kanë nis me gjetë, si më thonë, edhe mënyra që është me i kuru ata pacient. Edhe thotë kjo nuk është një ndërmarrje tepër e vetëdijshme që ti thu pjanision me shpik një disiplina, një fushë caktuar të mjekësisë. Thotë është vetëm mbledhje kategorizimi dhanave. Ama brenda hapësirës që na e kemi, edhe një farë definicioni pak a shumë thjesht që e kemi has për inteligjencën, është që inteligjenca është asia e njerit edhe e kafshës, me gjetë zgjidhje në situata që nuk i ka has ma herët. Më thonë, është shumë i famshëm ai shembulli i majmunit në kafaz me një 3 paketa, anash edhe një banane. Do më thonë, i kombinon 3 paketat, hyp nalt edhe merr bananën, edhe do më thonë, në dozë, në një farmase majmuni ka inteligjencë, po jo sa njeri, në të gjitha situatat që ti nuk i ke has, mundesh me i kombinu njohurit edhe dijet që i ki. E tash në çet kuptim, neve po na animon, që e the edhe vetë AI, inteligjencë artificiale, mi kombinu krejt ato informata, dije, njohuri që ekzistojnë, me na përshpejtu neve procesin e mbritjes së një zgjidhje për një problem caktuar, po
nuk e di a do këtë klishe, ama a ka për me një rrezik, ato filmat futuristik që inteligjenca, robotët kanë me na shpall luftë, na po ndodhet më shumë kemi shpall luftë vetës, se po shihet çka po ndodh me botë. Po ka mundësi që robotat edhe inteligjenca artificiale s'ka nevojë me na shpall luftë neve, ama nëse tërësia e informacioneve që tash inteligjenca artificiale i ka në dispozicion edhe i kombinon në masën që na kemi mujt me paramenu në njëherë që kombinohen, kusht kufini i asaj që mundet me u pasi lloj dehumanizimi i njerit, tash po shohim edhe raste ekstreme ku njerëz, kanë nis me kriju edhe ndjesi në rrafshin emocional ndaj pajisjeve, robotëve e tjera, po kjo jo në masë madhe, ama din qysh ton kohën dhe qysh zhvillimi industrial, së mos teknologjia është pa si një ide që mja lehtësu njerëzve jetën, po indirekt ja u ka kompliku, sepse njerëzit janë dedikun të pangit, po shprejnë ashtu, edhe tani të përdor teknologji kanë dashur më shumë, edhe më shumë, edhe në fakt në vend që me mbri që me pas kohën për më marrë me vetën edhe me njëri tjetrin, janë marrë me teknologjinë më shumë. Një lloj varësie që është kriju. Po, jo vetëm varësie, po i pashën disa deklarata për shembull që thënë që edhe vetë, si më thon ata që kanë ndihmu në ndërtimin, sajimin e këtyre tools të inteligjencës artificiale, janë çudit sa shumë njerëz i besojnë, që më thonë inteligjencë artificiale, çot për gjithçka mundesh me vete dhe sa njerëz komunikojnë me ChatGPT shumë më shumë se që duhet, po du me thonë për mu personalisht edhe pse jam inxhinier, bukuria kështë me qenë që nëse makinat vërtet fillojnë me kalu me një inteligencë pak më të avancume, me na lehtësu neve jetën që na mu marrë me gjana që janë të bukura. Me pikturu, me arti, filozofia, muzika, me përqaf një tjetrin, me pa natyrën, me rindërtu natyrën se na kena shkatru. Këto këshin me qenë gjanat që ishdash teknologjia me na mundësu me i bo. Po na bën fatkeqësisht më të varën sepse konkurenca për energji, për financë, për pastaj ndaj njëri tjetrit po e lufton që të dëshirëm për më marrë me veten. Edhe në fund po na çon në luftra dhe në konflikte, në polarizim, në fakt për mua si inxhinier teknologjia është komplet e kundërt. Është ajo që ishdash me ta bëj jetën më të lehtë, më të bukur edhe më të çastshme për njëri tjetrin. E ka bo, por për shkak të egove të njerëzve edhe si më thonë lakmis, normal që tani po ndikon negativ. Apo besoj normal që tash ai rasti jam nuk është rasti këtë botës, po i shkon shumë për shtatë kësaj që po e thu. Do thonë në një lloj ndërmarrje që kish mujt me qenë si më thonë përdorimi i mjeteve që na i kemi në dorë për me na i kry disa punë, për shembull, para se me ardhën këto, ja jap një komandë ChatGPT, si thëm, hulumto çka do që ka lidhje që përmenet emri Ermal Sadikut dhe kontributit të tij në çfarë do të lloj sfere. Edhe mi gjej referencat, ai për një 10 minuta hin vetë dhe i hulumton, i gjen referencat, ma bën një lloj përmbledhje, po në çato 10 minuta kisha mujt me marrë me diçka tjetër, me bëni një bisedë me dikon ose çfarë do të qoftë. Ama jo në rastin tem, po në raste që mu më kanë trondit dhe në një mas, ka qenë që këto që po e thuti, tu dash që na me delegu, le ta themi disa punë inteligjencës artificiale, me pas kohë me marrë me njëri tjetrin, me u afru, me mri një lloj njerëzillëku përmes afrimit, kjo ka prodhu të kundërtën. Për shembull, ka nisë me largu shumë njerëz pe njëri tjetrit. Rasti që më ka trondit kogjan mas madhe, tashun mundet mos me qenë rasti botës ai, se reprezenton këtë rastet, veç përshijet që ka mri me depërtu në një lloj psiqike të shumë njerëzve, se po i do këtë si një lloj terapiste, dhe më thonë online, që ti mundesh mu konsultu për gjithçka.
Për shembull, i afërm jami edhe ja nisëm na me diskutu më interesej, për shembull marrëdhënia e tij në çifte kështu me radhë. Kur ma kallëzoi bisedën me ChatGPT-n, isha i shokuar se e kish vetë ChatGPT-n për konfliktet që ndodhin në çift që janë kogja normale, se me thonë në masën çfarë ndodhin, konfliktet kështu verbale ose mos pajtimet, le ta themi në çift, e kish vetë ChatGPT-n për edhe incidentet ose veprimet më të vogla të partnerës, edhe nuk ja kish thonë vetë partnerës së vetë, si më thonë. Edhe i thashun po ti sa ki bo që edhe kish bised me javë të tona. Thash me ja pas userin ajo, ishin bokare me siguri, po thash po ti e ki njerin që aty, si më thonë ti e shep për ditë. Ti pse ki nevoj me vetë inteligjencën artificiale, ChatGPT-n çfarë do qoftë, për kur e ki njerin aty, dhe mund është me vetë. Kuptoj, nashta pak patetike, po në anën tjetër, nëse muj me i dhonë kështu spin pozitiv, ka njerë kur ki konflikt me dikon, mira me pas dikon me fol, që është i besueshëm, që të ndëgjan, që nuk kushton këtë kjo punë, kështu që në disa raste, në disa hulumtime që i kum pa, tek shumë pacient, sidomos pacient që kanë probleme emocionale, biseda me ChatGPT-n ka sjell ma shumë sukses se terapi tek psikologët. Kështu që jo pse ai është psikolog më i mirë se psikologu, po sepse ti e ke ndoshta ma let me u shpreh shpesh me një maqinë për shkak të sigurisë, për shkak të besimit, për shkak të idesë se s'ka që keq përdorë të tjera, është ma let, edhe ajo është objektiv në përgjigje, sepse gjithashtu ChatGPT ka lexuar me qindra miliona raste psikologjike të çifteve që kanë probleme. Kështu që unë po e kuptoj, nuk është që po e promovoj si ide, por ka njerë ma mirë është me dhonë një mëllef me ndonë është ta me një maqinë, se sa me majtë në veti edhe me, që nuk ka gjama të keqe, se me debatu me dikon pa prezencën e qati personi. E unë shumë shpesh e kumbo si i ri. Dhe më thonë, kisha me shku mu taku me dikon, edhe rrugës debatojsha unë me ta, edhe u përlajsha, a i si aty, sepse përgjigjet që ti jep për dikon tjetër në trunin tonë janë gjithmonë negative, që më janë konfliktuoze, si në mos kur je nervoz. Edhe gjithmonë i thëmë sot edhe njerëzve që punaj, edhe fëmijëve, edhe studentave, ju këmë thonë gjithmonë kur mos debatoni me njerëz pa prezencë të njerit, mos krijon ju Ti e krijon versionin tonë të ngjarjes, edhe shkon me menime kogja të gatshme. Exact. Në momentin që edhe kjo është një pijanave që shumë i demton edhe çiftet, edhe bashkëpunimet në kompani, edhe relacionet shoqërore të njerëzve, edhe nuk do të më bo. Kur ke diçka, për këtë arsye ndoshta ChatGPT është pështim se vërtet i thu dëgjona, ajo t'i kthen ndryshe pi imagjinatës tënde, edhe ndoshta relaksohesh pak. Edhe që mas mirë me fol me personin. Veça është pak një hapësirë, si me thone, e kufizume, një lloj boksi që ti prap e ki vështirë me dalë për te saj, në çfarë do lloj komunikimi me inteligjencën artificiale, edhe se di a ka mundësi manej në qatë hapësirë me lind një dozë kreativitetit, edhe një përgjigje, apo jem të u bo kështu shumë nostalgjik ndaj një pikpamje që thotë që ti duhesh me këdhënd mekanizma që menojnë për te boksit kutis. Na nuk bën me harru në diçka që komplet kjo që jemi të folë, që kjo ChatGPT si koncept është një teknologji që para 5 viteve s'kemi pas as ide që ekziston diçka e tillë. Tash normal që chatbotat kanë ekzistuar që 50-60 vjet, por një chatbot si ChatGPT-ja para 5 vjetëve u konë ekstrem në early stages, në fazat fillestare, para 2 vjetëve u konë ka qenë bukur e dopt, sot është në ato fazat e ngritjes. Që nuk do të me pas pritje kasmaja, të më thonë, edhe makinat me avull kur janë boju ka viju shumë kodër i sa janë sofistiku, dhe interneti ka viju 30 vjetër i sa ka depërtu në kështu, në raport me kohën, inteligjenca artificiale edhe qëto chatbote, se këto janë cope vogël e inteligjencës artificiale, këto janë fascinante zhvillimi i tyne dhe fuqia tyne. Veç po them,
është mirë njerëzit që na shohin që mos me e marrë gjithçka super serioze, mos me marrë gjithçka super të vërtet, me e përdor për aq sa mundem për mi ndihmu në përfundim të proceseve tyre të punës edhe të shkollimit edhe krejt. Po, njësa që është mirë me thonë është, për shembull, interesant që ka ndru koncepti i qasjes në informat. Për shembull, prindët e mi, informatën e kanë marrë kryesisht në gazeta të shkrume ose në libra. Për me ardhë të një informat, është dashur me shku në bibliotek, me kërku një libër, me bo një hulumtim, për me ardhë të informata. Ne, në moshën tonë, qasjen informatë kemi pas për bibliotek, kemi kalu në Google, në ato fazat e para të Google, dhe gjithmonë Google ka qenë ai, si me thonë, miku më i afërt për të informata, ose dera e parë, me thonë ashtu. Tash e kom vrejt të fëmijët që kanë fillu më nuk e përdorin Google, si me thonë homepage i tyne nuk është më www.google, po është chatgpt.com, ose Gemini, ose diçka. Edhe komunikimin për informatën e bojnë me ChatGPT-n. Shumë interesant. Për shembull, ne kur kemi dash me ditë se diun popullsinë e Madagaskarit, është dash me në Google dhe me shkru, tash krejt është komunikim pak si i dyanshëm. Edhe kjo tash veç është bo standard në gjeneratat e reja, besoj kjo ka me vlejt pastaj edhe ka me pas ndikim edhe në biznes, edhe është të pas ndikim në politik, tash përgjigjet politike për çështje caktuar njerëz i marrin ChatGPT. E shumë shpesh po ka gabime. Megjithatë, Google kur ti ka dhënë disa, nuk të ka dhënë reprezentim të dhënave, po të ka dhënë linqe. Kjo mujt me himi verifiku. Ke mujt me i verifiku. Kjo ta jep një farë përmbledhje, e cila ka mjaft shumë gabime brenda vetës, edhe po duhet me pas kujdes. Unë shumë shpesh herë ta bën qefin. Edhe ta bën qefin, shumë shpesh po bën gabime në pëvrej, kur po diskutoj me dikon në rrjetet sociale, po thot e pyeta ChatGPT-n edhe më tha ndryshe, ja bona po, ndoshta pyet edhe një herë, kime pa që edhe ai ta ndryshon, po megjithatë si vegël vërtet është shumë e fuqishme, po duhet me pranu edhe gjana që po ndërtohen mbi ChatGPT po janë ekstrem të fuqishme. Audio, video, foto, gjenerimi. Të po thonë, është një për neve që jemi inxhinier, është koha ma e bukur për me jetu. Që në këtë këtë sferë, tash po duket që edhe muhabeti po shkon me me kallajllëk, le ta themi, ama për mal vendose që me po tash këtë kapërcimin e nevojshëm. Vendosi që mbi këtë, ose mu po mdohet që edhe për gjatë bisedës tonë një lloj pasioni, veç jetu të manifestu kur po fol për këtë fushë, po vendose me nisë edhe një angazhim tjetër në politik, ato që ta thash edhe ma herët, nuk po him kështu me ato parametrat çka prita e çka gjeta, po ndoshta kisha mujt pak, më thonë, me nda me neve qatë lloj motivi ose indicie pe i katër me u fut edhe qysh ke qajo situatë, se nuk pe paraqesim si diçka komedit sa se këtu ka nisë, si më thonë, s'është që banalizu pak edhe angazhimi në sferën politike, po e vërtet. Dëgjoj, këtu në Kosovë shoqënia ka qenë gjithmonë e politizuar, e din, domethënë ka qenë se cilën familje ti, për shkak edhe pse është aty vogël, ke pas kanë qenë të prekun pak a shumë pri politikës, pri partive politike, edhe në shoqëni 50% e muhabetit në çdo macchiato ka qenë gjithmonë debat politik. Në vendet të pas luftës që kalojnë në tranzicion është bukur normale kjo, sado që nuk na pëlqen ndoshta asnjënit. Unë jam shkollu për inxhinier dhe kam punu gjithë jetën si inxhinier, mas një kohë si ndërmarrës, po që vendime, di branë zakonisht i kom marrë, të njëtën i kom marrë shumë me zemër e pak me men. I kom besu kësaj hanç që thojnë gjithmonë. Dhe kur kom vendosë me shku në... është një lloj intuiti, në shto hanç. Po i kom besu intuitës, shpesh shumë ka bo të lashe intuita, po gjithmonë kom thonë, spaku kur i bëj gjanat me zemër, tani nuk res me pishman. Kur i bëj shumë kalkulime, tani thëm pse e bona, zemra shumë shpesh ka dështu, po spaku shumë ka dëshpru. Nëse kësha mujt me thonë. Edhe kër kam vendosë me shku në inxheni, këtë familje kam në farmaci, prindem, po thej që një banatore, shumë vjetër, një pivat, matë vjetrave në Kosovë, edhe unë si djali vetëm,
Kom thonë, atë në qysh jetën farmacie kom atlet, e nështë financarisht ma mirë, po më pëlqen teknologjia, po nina si inxhinier, edhe kom shku e kom gu zemrën e jo trunin, se trunin më ka thonë, një ke farmaci, një ke jetën stabile. Në cilin vit ka ndodhur kjo prerje? Kjo prerje ka ndodhur në 2001, po, kur kom vendos me shku në universitet në Fjek atëherë o qujt. Gjdo gjë ka qenë e shtrume për mu për me vazhdu në farmaci. Dhe më thonë, një banatore sukseshme, prind, motra, për cilë ke mujt me mësu, kontakte në industri, cilët kanë mujt me mandimu, që me zhvillu biznisin shumë let. Krej këto dhe i kom refuzu, e kom njësë inxhinierin. Pastaj, mas një karriere këtu të mirë, dhe më thonë një rogë të mirë, një diçka, kom vendosë Milan gjitha, një jetë bukur të lezeshme për atë kohë në vitin 2007, edhe me shku me studiu në Gjermani, prape kom dëgju zemrën se kom mendu që i patamri limitet e dijes para mendu sa naiv, dhe thash du të me shku tash me një shtet si Gjermania që mu bo inxhinier ma i mirë. Prap ka qenë shumë e vështirë me lanë një farloj luksit, asoj kohë kisha vetur, panes, rrogë të mirë, edhe shkova me jetu me një konvekt të vogël në Gjermani me një biciklet. Po s'paku, që me thonë, ja bona qefin që thash zemrës tem. U ktheva në Kosovë si një magjistër në telekomunikacion, edhe këtu i përjetova ato dëshmimet e mia pak me sistemin politik të asaj kohë në vitin 2010. Me gjitha ta një pun me një kompani tuj fillova me punu, edhe është interesante prapë bona një gjest të tillë, e kisha një rrogë për vitin 2010, dikon për mbi 2.000 euro, me vetur të kompanisë, një pozit drejtor, edhe lash komplet, se thash për du mu bo ndërmars. Se kisha ndër me i thonë vetës... Shtu pas ke reziku ka lash shumë? Me i thonë vetës ndërmars. Shtu akon reziku me e matë. Edhe lash punën, edhe lash luksin, veturën, edhe u ktheva me një startup, në atë kohë në vitin 2011, i cili nuk është që patë shumë sukses, ishtë fillimi, dhe më kujtohet për një rrogë 2.000 euro në rrogë 200 euro, nuk ka qenë letë. Për fat mirë një kompani pas asaj në vitin 2013 pas sukses dhe është rritë dhe tash pastaj është bo një për kompanive më të lezetshme, kështu kisha me thonë për mu më e dashtën all inclusive. Edhe në gjajshëm ka qenë vendimi, pse e tregova historisë, se në gjajshëm ka qenë vendimi edhe për me him politik. Kom qenë bukur mirë, drejtor në kompani, prezidenti shoqatës IT kompanive të Kosovës, ligjerus fakultet, dhe më thonë, para se me him politik vërtet, unë e kom një jetë shumë të mirë, përmi mesatari, jetoj me një banes të madhe, 300 metra 4 orë, vëziti një kërë, 100.000 euro, dhe më thonë gjana që i kom dërtu, kom shpi në deti, shpi në malë, shpi atje të madhe të ndërtu, po me një farë mënyrë thash adin... Nuk është zakonshme me i bo këto para politikës. Zakonshme me masitim politikë. Jo, da para politikës, edhe thash, qëre, që kështë shtet mundet më bo shtet ma i mirë. Okej, në nëntori vitit kalum? Apo 2025, apo ma herët? Kjo ka qenë dikur tetori. Tetor, nëntor, unë e gjithmonë e kom pas një farë mlefi që diçka nuk o të ecë mirë në këtë vend. Vështë ta kom pas të statusin që ka pa të shkru? Po më do këtë ka arkoa me fshi do status. Po, që e ka qenë bisedat e para. Edhe, e disha që në VVJ, thash ka, po dhe mja mo, adem se si... Negociata kom pas me disa parti politike, dhe une atë mlefin e mrenshëm, të isha pse s'pëndodhin do sene, pse Kosova me 1.5 milion banor s'mundet më bo Estoni, pse s'mundet më bo Irland, pse s'po i kryin do rrug, pse s'po hekim bërlogon, pse se gjithmonë e letë mua anku kur je jashtë. Edhe na kemi qenë kolegë, dhe më thonë analista, dhe është letë me dhonë opinione prej pozitës e analistit ose të opinionistit. Edhe mushësh me mlef dhe të duke që kërkush s'po punën në qeveri, edhe këtë janë të padishëm, edhe ti t'i shekon aty, e kështë kallë, e kështë bo shtetin ma zhvillun botë, për një moment thash atin qyshër mal, ti ke bo 2 vjetë, jetën e ki okej, nuk je shumë materialist në kuptimin që unë nuk fascinohna më me gjana ku me di se sa materiale me një Ferrari, me një kudi, jo që e kam, po më pëlqen si zhjidhje inxhinerike, po nuk më bëngë shumë najfar për shtypje, edhe thash, adin qysh, mos o ankama, ose më shelegojen, edhe del prej
këtyne temave politike dhe merru veç me inxhinieri, ose hin politike dhe provoje vet apo din tema mirë. Sepse vërtet është e rëndë kur ishe njerëzit për shembull ndërmarë sa thonë opozita e lodh, LDK-ja kështu, këta s'po din, ama për zyre vetveta i bojnë këto punë. Domethënë nuk është që i bojnë prej luftës politike. Edhe bisedat e para që i kom pas me pas një pozitë në ekzekutiv nëse diçka normal me ndihmu, edhe thash, dëgjau, unë kom ndërtu diçka, jom shkollu, kom pru këto investime në Kosovë, bukur shumë, edhe thash, e meritoj me pas një pozitë në ekzekutiv nëse një parti më fton si profesionist, që kanë ftu shumë njerëz para meje, për momentet e fundit thash atin që nuk po kam qef kërkush me më falë kur gjë heq. Se në moment që ta falë dikush një pozitë, kur s'ki me qenë ministri mirë, për mendimin tam. Dishte mu sfidu, du me hi për me zgarës. Po, dhe bisedova thash unë po du me luftu kështu, po du me luftu politikisht, po du mu sfidu, po du me hi me lyp vota dhe menoj që kur ti e fiton një pozitë, mundesh mu bo shumë ma i mirë në punën tane se kur ta jep dikush një pozitë. Edhe kjo ka qenë vendim bukur i rëndë se që në moment kur hin 3 javë para zgjedhjeve ish ai momenti kur u vendos gjithçka, 3 javë gjys, as ka 3 javë të plota. Edhe isha i pa përgatitur në qatë moment financiarisht, me rrjetet sociale nuk isha hiç. Emocionalisht all over the place. Edhe po hin zgjedhje, s'disha as numrin që shku me pas në listë, as nuk luftova shumë për numër, kështu me thonë. Nuk e konë fort poshtë, ha? Mirë jom konë me numër, po ka qenë zgjedhje, do më thonë ka qenë shumë interesant, as nuk kom debatu shumë për këtë numër. Unë kom mendu që e meritaj ma nalt, dikush ka mendu që e meritaj ma poshtë, me gjitha ta mu ka thonë numrin 19, unë e qatë dit kur janë do numrat e ku marrë vesh për numër, sa për kërkush se din këtë sen, qatë dit kur janë do numrat, unë e ku marrë e ku më qyrë, se më pëtë që njerëzit sa e ki numrin, të isha nuk e di, e ku më qyrë, thasha 19, edhe ja shujta një mesazh aty në kryesi e kryetarit tash faleminderit për respektin, as nuk e kom marrë sy shumë mirë, kom thonë nëse une e meritoj me votu njeri meriton si 19, si 91. Ashtë top 10 që është ndryshe, se top 10 që i merë vot pak edhe automatike. Inercia. Po me inercia. Po qa janë jashtë top 10 që të menoj që është ma shumë pak sa kryon të besim të qytetarje, sa je njeri votushëm, edhe hinan që të fan lufte, e dini si shkun zgjedhjet, nuk më ras më gëzu. Që ato dishta më të veta, apo të vjen kështu pak mërzi që s'mujte me gëzu mandatin? Qëre, e para punit s'mujta me gëzu fitoren personale, se partia e pësoj një ramje shumë të rëndë. Edhe kur ti zgjedhësh deputet me një partije cila hum vota, është pak një falloj clash of fitore e Piros, ma nëjësës. Vash, fitore e Piros. Edhe asë njerë nuk u mujtë shumë e festu, kështu, as me familje, as me shoqëni. Se vërtet, komendu që ngritemi, komendu që i marrin svaku 20%. Ajo kesi me thonë goditja par, goditja a dytë ke kitë stresi i numrimit të votave që zgjati 700 vjetë për mu, sepse unë isha i fundit në listë. Okay. Isha numër 14-15, edhe ato ishin gjitha vendet që i fitoj LDK-ja. Edhe për mua ajo ka zgjatë. A dolin ajer jashtë 15-it? A shkurt? Jashtë 15-it nuk dal, për një herë kemi hup mandatin e 15, gjatë numrimit të votave, e kemi hup, për pastaj me votat me poste kemi kthy mandatin e 15, do më dhune, dësarin pun, kom qenë kështu pec. Te kisha ditë që sfidona që shtu s'kisha hi. Me votat në Kosovë isha i 13 ose i 14, pastaj vota me postu në s'kam përfonu mirë, sepse votat me post kishin fillu para se me hyjën në politikë. Përdin që fillojnë ma herët atje procesi, edhe nuk është që përfonua mirë vota me post, edhe krejt ky proces ka qenë stresus, më thonë tepër stresus për mu. Unë jam pak kështu competitive, jam konkurus në shpirt, kam qef me fitu, nuk kam qef veç me lujt. Edhe kur e shisha ato momentet e fundit, thash pse si kom donë zarë, dhe pak ma shumë se se bona, një reklam se se bona, dhe një prezentim, se se bona një poster, se s'kom pas postera kërkom për shemull, shumë interesant. Edhe, nëjsi, përfundoj ajo, keni ditë
bukur emocionale, ti pranë puna e dita e betimit, për mu shumë emocionale. Kur hym për herë parë me një objekt për cilin kena ndru krejt shoqënia me pas. Do të thonë, s'kemi pas shkolla fillore dhe për një moment viti 2026 dhe po hime një parlament shtetit tem. Për një djali cili u rrit në Kosovë të robrume, që është dash me shku në shkollë me frikë, po hin parlament, për mu ka qenë prej ditëve ma emocionale, për fatti nuk zgjati shumë, edhe tash jemi në pritje si e den. Halo ka dilema, si më thonë, a jeni në detyrë apo jo, se tash pritet edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, ama normal kështu prej ka dy dinamika po më interesojnë. Fakt e para përgjatë fushatës ekziston një përshtypje, jo ndoshta shumë e bazuar, po ekziston një përshtypje që këtë tubimet, këtë këto takimet elektorale janë një lloj deri diku një lloj farse, shkojnë politikantë aty thënë do fjalime, do boshe, do gjysmë boshe, edhe qytetarët mblidhen, shpërndahen, nuk është, nëse kjo e 28 dhjetorit e pat një dinamik komplet ndryshe, po sidoqoftë do të thonë që ajo a kish ndaj lloj entuziazmi përgjatë fushatës dhe mënyrën që i bë fushatën. E mandej kjo tjetra, e dyta ka të bëjë me marrëdhëniet me deputetë e tjerë, po dalim edhe te kjo. Fushata për mu ka qenë periudhë tepër e bukur, prej periudhave të bukura në jetë, sepse ka qenë hera e parë që unë edhe si qytetar, edhe si politikan mora pjesë në me një fushatë, sepse kur kom qenë jashtë politikës nuk kom marrë pjesë fushata as në tubime, nuk e kom ditë as qa është tubimi. E kom pasat konceptin thelpsor si e dim krejt, edhe për herë të parë që kom shku në tubim, kom shku si kandidat për deputet. Edhe vërtet emocionet që t'i japin njerëzit në tubime janë vështirë me i spjegu për dikon që si përjetan, edhe është për emocioneve të bukra, sepse ka njerë që vinë të përqafin, të kanë qef me të folë, me të pyt, me bo selfie, gjana që secili njeri normal e bojnë mu një mirë. Edhe pastaj është një falë lufte e brendshme, aty shpenzohet shumë energji t'i pranë për vota. Këto bryllat që përmendën mes ato kandidatëve. Mu me gjitha ta më kam prit tepër mirë, por se cili lufton për votën e vetë, edhe kjo nuk është bashkë e letë, unë e kom bo një strategji pak në shtama ndryshe, jem fokusu në vende ku LDK-ja nuk ka përfunu mirë, për shembull, ka marrë shumë vota në qytete si Vushtria, Kamenica, Mitrovica, Gjakova, vendet e tilla, nuk jem fokusu në bastionet e LDK-s që janë Podujeva, Peja, Kudion, Lipjani. Ka marrë shumë vota në Prishtinë, se në Prishtinë jem lindje më rritë, dhe i kam dikon 5500 vota në Prishtinë. Edhe kam mas shumë të vota në Lagjën, ku njëm rritë, në Dardani jem dikon personi 6 ose 7 ma i votu mi LDK. Kjo për mu është ka gjanë derë, se më tregon që aty ku jem linde, ku jem rritë, ku jem shkollu, njerës ende vazhdojnë me më qmu. Fushata ka qenë interesant se cili deputet paka shumë përdor strategji të ndryshme, dikush shkon me ma shumë rrjete sociale, dikush investon në televizione, ose në paraqitje mediatike, dikush është më i mirë në teren, dhe më thonë shkon në për takime. Të dera aty do me kësi vizitkarta që të presin. Ato me të dera i kumbu edhe, edhe si cili përdor trika të ndryshëm që janë shumë interesant me i spjegu për një kompani që merren me promovimin e këtyre sanave, sepse aty ka gjëra. Apo te naj strategji të i kombinu krejt që të mjete, apo kështu pak me frym, që më thonë, jo për më ta bo qefin, ama kjo vrehet është shumë e dukshme. Në një tabër ose në një parti që të kurret, edhe një person që hinë për herë të parë, e me deportu, se më thonë, me shumë gjatë ka shenë befasi dhe mrana vetë listës edhe kolegëve tu mrana listës që kanë thonë ku deportaj. Besoj që shumica janë bevazu. Unë personalisht, kur kom vendos me marrë pjesë, kom shku në shpe dhe kom thonë qëre, normal, mos u merë shumë me qatoj njerëzit, se njerëzit kanë me dhonë shumë lafe që të shtin me dyshu. Grahe me pun maksimumi që ati mundesh me bo,
edhe shiko përpara, domethënë mos i ndëgjo shumë pse ke bu këto, çaj ke bu këto kritikat edhe këto. Unë nuk i marr fare me kritika, i marr me strategjinë tem që e kam ndërtu vet. I kam thonë njerëzve mos mu përzini shumë, kush mundet me ndihmu si familja këta më kanë ndihmu shumë, por vet i kam bo qëto edhe gabimet edhe të mirat, që përzi i thesha it's my war, është lufta jam, nëse dështoj. Familja më kanë ndihmu shumë, shoqënia më kanë ndihmu shumë, po mundu gabimet edhe gjanat me i bo vet, me i marrë për veti. E kom da në copa të ndryshme kohën, sepse e kom di që për 12 dit nuk mundesh me i bo krejt, si target të kishim me i mbri 20.000 vota, sepse ajo ka qenë targeti zgjedhjeve të shkurtit, të më thonë të ka ndash 20.000 vota me vota putet, edhe pa të nda, me thonë, 20% kohës në teren, 30% në tubime, 30% rrjete sociale, 30% në paraqitje televizive, po në fund të ditës është kaos, është një farë kaosi që është tirë me e kontrolu, sepse gjanat ndodhin qatë shpejt, qatë shumë, prej, kur jam qunë 7-6 mëngjes, nështë 7, edhe kum ra me flejt çdo ditë mas orës 2 natës, e kisha tikon 3-4 orë gjumë në ditë, jeton kohën të bo diçka. Je të shkru një postim, të fol me një gazetar, të kriju një ide për një spot kështu promovus, të taku me dikon teren, të organizu të shku me një od në Lozhan të Podujevës, ose me një od në Gorakoc të Stogut, me taku njerës që kur si ke pa ma herët, edhe nuk din edhe si mjë qa, sepse nuk din shumë edhe për LDK-n. Unë e kisha edhe këtë problem, nuk isha një hurit madhe për historin, me thonë kështu parlamentarët LDK-s. Ato pyetjet njerëzit që t'i bojnë nuk janë të leta me u përgjith, sepse të bojnë pyetje konkrete. Pse e keni bo këta, qysh keni me bo ata, se e shef vetë një kështu, a e që ndorën për këtë sen. Edhe jam pyetje që dush me pas kujdes se votuesi i LDK-s nuk është votues bash i lehtë në kuptimin militant, nuk është ai që voton me frymen. Nuk është votues që voton me, si me thonë, se i ka thonë dikush, përzi është votues pak ma kritik, votues që din me të ndihmu, po din edhe me të dënu. Edhe kum pa që shumica pi pyetjeve kanë qenë pyetje konkrete, kështu ç'a mendon për çit pjesë, pse programi juv kështu, si kishit me bo që ta ma mirë. E lodhshme, po edhe e bukur ka qenë si fushat. Pastaj dy paraqitje televizive i kum pas të mira, po them të mira sepse kanë qenë që ato dyja që më edhe kanë qenë prime time, njëna ka qenë në Presink, tjetra në Teleo, tjetra ka qenë Telearti në ATV. Edhe këto dy paraqitje mendoj që kanë bërë një boost të madh në qatë jetën edhe në fushat. Ka qenë interesant se te Learti në ATV e kum pas temperaturën dykon 38.6 para se me hi. Edhe piva 2 brufena, që për shembull askush se din edhe piksha ka pak kështu, edhe i nxehtë dhe pulsoj ke kryt, po në ekran nuk mundesha me lujtat qetësinë edhe i tregova Leartit thash nuk jam mirë, thash po mundohena me e bu kështu më të mirën që duhet, prej Leartit kështu direkt spital. Dikon 3 herë gjatë fusatës kom marrë infuzion. Që duket pak e çuditshme, po për deputet nuk ishte çuditshme se shumë pe bëjshin. Edhe tash u dufsha me marr kortikosteroide ose diçka, edhe çam jepshin ai glukozë, ai nacël, edhe i thesha ma shpejt lëshoje se më duhet më shku në teren. Fara me nësa infuzionit i kanë marrë ata që si në zgjedh. Një pyetje enigmë që është, se e para është sa fitojnë pumpat, e dyta është sa shpenzon një deputet pavarësisht për gjatë kampanjës tij. Më thonë është tash te përmene që të boostet nështë organike që i ki pas në një farë forme të paraqitjeve, po dikush që nuk e ka, si më thonë që të aftësi, ose dikush që hinë për herë të pare, mandej, sa din, në kjo tash e përna bjen 2 patë zjedhe që i pate me treta që po duken në horizont, këtë pyetja njerëzve është, aha, po më duket që shumica e deputetëve e paten, se s'mujnë më. Qëre, tash po du me thonë diçka që për njerëz të ri që dojnë me inë politikë. Këtë është problemi që është organizohesh. Nëse organizohesh ma herët, atër mund është me kursy dhe mund është me i bo gjanat ma mirë. Unë e kum pas problemin që kum hi shumë vonë, tepër vonë. 2 javë ka qenë fushata,
një javë gjysmë para fushatës është vendos gjithçka për këtë punë, edhe kur je vonë edhe kur je përgatitur operacionalisht, po them ashtu, vërtet rritën pak shpenzimet. Mu më kanë, më shembull, s'kom pas faqe. E kom nis me një faqe me 0 followera. Edhe mu ka dash, i kam të shpenzuar për mi 3.000, më duket 3.200 euro në Facebook. Që është shumë. Po me i pas një faqe që i ka 10.000, 15.000 followera, nuk i nevojë me i shpenzu gjithë ato pare. Gjatë zgjedhjeve Facebooku bëhet shumë i shtrejt. E din, besoj, sepse gjithë tu investu edhe ri që bëhet i shtrejt. I kam dikon, më duket 3.200, që është një investim i madh. Kom shpenzu shumë pare në naftë, tepër, edhe ato është kitë cash, kështu që duhesh më pagu, sepse më kanë ndihmu ka pak edhe të familjarët për me shku në për këto tubimet, edhe e vetu e marrën shumë naftë, më thonë, edhe me një tubimet ka mundësi mbi 1.000 euro naftë, minimumi. Drekat edhe takimet dhe më thonë me atë ekipin që vishin disa familjarë me ndihmu mas çdo tubimi është dash me ongë dreka edhe aty. Pastaj çka kam shpenzu, ato fotot që i bën në video promocionale kështu, po për mua ka qenë afër 10.000 euro. Të paktën mi pasë një 2-3 muaj që mujt më kompenzu. Apo e dalin në rrugë të jashtë i lapcin me njëherë. Qëre, rruga e parë po, ka dalë 1.132 euro po më duket, sepse ka qenë llogaritëm prej datës për ku bëhet betimi, që është ma pak se që është. Tash rruga, po besoj nuk e di, sakt, a ka me dalë rruga. Rruga e deputetit është ndame, dhe më thonë, është rruga bazë, është koeficienti 17.4, herë 115, apo? Shumë dhe. Edhe është një rrugë, sa e di unë e bruto dikon 1.900 euro bruto, po pastaj është një shtesë, e cila po llogaritke për shkak se puna deputetit është punë pa orar, jashtë orarit, domethënë mund me thirr natën, ditën, vikendeve, festave, ku di. Më duket është 30% çfarë shtesë. Kështu që unë mendoj që është një rrugë super e mirë për standardin e Kosovës, por megjithatë deputet nuk i kanë do kushte tjera alimentare, nuk kanë zyre ku me punu, tjetër shpenzojnë për me mujt me e bo punën deputetit mirë ti dush me komuniku me qytetarin të në kohën. Edhe komunikimi me qytetarin kushton ti dush me shku në për vizita, në për ato vizita shpenzon naftë, shpenzon nushqim, shpenzon gjana të tilla, ki me udhtu. Nuk është puna e deputetit çështje e financave, ta kem parasysh. Mendoj që është një pi punëve ma fisnike dhe ma bujare që mund është me bo me një shtet, sepse është puna vetë me që ta jep populli. Është e vetë mja punë, do me thonë as ministri, as kryeministri nuk e zgjedh populli me një farë, mënyre direkte, as presidentin, as drejtorin e institucioneve nuk e zgjedh. Demokraci parlamentare, do vërtet që funksioni çdo është në fakt me qenë funksioni ma fisnik mbrana kësaj republike, po që ato më interesej kështë më thonë me ditë prej mrena edhe dinamikat që ti i ki gjetë ose në cilat ti e përfshi prej momentit që po, më thonë edhe me deputete partive tjera, edhe tash që kjo se gati ka fundi, edhe të... Që është një zanë interesant, për shembull, na, po e them që armik politik historik e kena PDK-n. Edhe gjithmonë ka qenë e lufta LDK-PDK edhe besoj që ka me qenë. Po, interesant, PDK-ja në kohëve të fundit është parti bukur mire reformume. Menoj që kanë hapësirë më reformu hala ma shumë, po me disa deputet trit PDK-s është interesant, mund është mu ullë edhe me bisedu, edhe me debatu, mos me u pajtu në shumë sfera, po s'paku ki mundësi me bisedu. Nuk ndodhe njëjta me vëvën? Nuk mundesh me shumicën e deputetëve vëvës është shumë vështirë me bisedu. Qoftë edhe për tema që kanë bëjmë me teknologji, me art, me ekonomi, është shumë vështirë sepse brenda deputetëve vëvës është një farë mlefi, është një farë i nati jo ndaj meje se me mu nuk kanë gërgjo, ata kanë nati ndaj vetës, ndaj zdi kujt. Edhe unë e kom vrejt këtë gjatë që edhe kur takosh me deputetëve vëvës gjithmonë fillojnë me ato kungjat, pak prepotent, një farë arrogance, një farë tentojnë me votu si fajtor për diçka. Edhe kjo më ka dhimbë, më thonë drejtën. Edhe shikimet, edhe mungon komunikimi i madh mes deputetëve të vetëvendosur edhe meje personalisht. Është shumë vështirë, edhe pse i njoh një pjesë të madhe për tyne si figura. Me deputet
AK-s, PDK-s, unë kam mos pajtimet maja historike. Ata mendoj që janë deputet jo, po si parti bashkëfajtor për shumë gabime që ka ndodhur në ky shtet, po megjithatë sot për sot me ata ulesh, diskuton, pajtohesh ose nuk pajtohesh, voton ose nuk voton njëjtë, por s'paku ndodh një proces i cili është dashur me ndodh mes partive, sepse në fundi janë parti shqiptare në Kosovë. Me deputetëve vendosës këto nuk po unë s'paku nuk mbrime po. Këtu naj pengesë, më thonë, a priori nuk ka pas. Ke mujt me tentu... Nuk është pengesë a priori, mendoj që është pengesë në tentimin e tyne për polarizim. Sepse polarizimi na kundër juve atyne po i konvenon vot pastaj. Edhe ndoshta kjo ka dhezë me politikanët e kalum, po me mu është pak e çuditshme, sepse unë nuk i takoj një shtresë politike të vjetër, me gjithë respektin ndaj shtresës politike të vjetër. Është dashur me komunikuar me mulet, po nuk është që ka komunikim. Ma di që më duket interesant, më duket në Foltore nuk i dalë hala. Në Foltore se kum pas edhe mundësinë me dalë. Më duket interesant që neve do të thonë kur na jepet materiali prej RTK-s kryesisht, na jepet veç zoni atij që është ose asaj që është Foltore, e nga një herë, nështë ta mu ka ushtru veshje edhe prej të ingu debatet, për shpërimat kanë shumë rëndësi edhe këto që vinë prej atyre që se kanë mikrofonin dhez, veç e vëren kur ai që është ose ajo që është Foltore reagon ndaj dikujt që snihet në dalje. Do është edhe këto me ta. Unë kam pas një fjalem aty për rastin e buxhetit, por nuk kam dalë te Foltoria, që unë halojëm pak inxhinier dhe ndërmarrës në tru. Për shembull kur e komajt fjalimin, unë fjalimin e komunis me fol për problemet e buxhetit. Faleminderit për fjalën e kum fillu me fol. Deputetët e tjerë janë më të kujdesshëm në këto gjanat formale, për shembull dalin Foltore thonë nderuar kryeministër, nderuar nderuar gazetar, të nderuar hala nuk i di bashmirë që ato gjana dhe si më thon nuk funksionoi shumë mirë në çat mënyrë. Do të më mësu, më vjen kohë, po unë thash derisa ti thomë në nderuar më shkon koha, edhe sun foli pastaj për ato punë që do isha me fol se ishin do të merre që ishin bon buxhet, që të vjen marrë me i lexu, edhe nuk dola në Foltore pikërisht ato se do isha më marrë me teknikalitetet e buxhetit, e jo me nderuar. Megjithatë ato janë gjëra të mira, nuk jam kundër formalitetit tonë, veç në çat diskutim që është tu bë për buxhet, nuk mbrike koha me thonë nderuar edhe për çata pa ta mbet, edhe më nuk e ke pas kohën se s'ka pas debat. Folin zakonisht shefat e grupeve parlamentare, edhe sa zgjatja 23 ditë ku s'pat diçka konkrete, na si parti votum krejt ato marrëveshje ndërkombëtare që ishin për të mirë shtetit, mundu me bo një farloj politike kështu shtetnore, po ndodhi që ndodhi si e pot. Edhe këta që e përmende, ka qenë bukur që di për mu, në parlament ka shumë zhurmë. Për shembull në Angli ndëgjohen zonat e atyne që folin, bojnë zhurma të ndryshme. Këtu në mikrofon nuk ndëgjohen për jashtë. Kur një deputet del në Foltore dhe flet, ne që jemi parlament, e ndëgjojmë zhurmën që bëhet aty. Edhe kur i ki 5-7 deputetëve vendosës kundër, ata lëshojnë erë në i fjallë të keqe, shojnë kapak, bërtasin, nuk jalojnë keq kapak edhe partit opozitare, edhe është vështirë me u koncentru për atë personin në Foltore. A do të për mrena ju e keni edhe ma vështirë? Për mrena është bukur e vështirë se zhurma është, muj mja u përshkru tash, sa zhurme madhe. Po mikrofoni i filtran edhe kur del tek qytetari, ndëgjohet vetëm zani i këtij personit, po vërtet ka ofendime, ka kështu, me thonë, ka pak edhe ngucje. Është interesant këto e kum me cit pe takti pak. Po. Kjo më ka duke bukur e çuditshme për bes kur e kum po. Normal për këgja shpejt ecëm, edhe për fund se e pash tash para pak kohë posimet për hi gëgjat direkte, ose të mësë ndaj qeverisë e pritshme, se më thonë në rolin opozitar, një posim që the që është qeveri amatore komplet pej qeverit WhatsAppit kanë kalu në qeverit Facebookut e kështu me radhë. Thonë, ape ki veç mbranda rolit si më thonë të bomjes opozitarizëm, apo edhe për me jam të shqetësu që ka shumë qëto fenomene që ndodhin një lloj
ato që deri dikon edhe shihen çka do që ndodh mbrana pa mundësisë për me. Ajo, si me thonë, skandali WhatsAppit për mu ka qenë skandali më i madh që e kom pa në qeverin Kurti, personalisht. Kurti 2, sepse për mu, si me thonë, shëndetësia ndreqet, edhe arsimi dyqysh ndreqet. Edhe buxheti rritet. Por kur e shkatron ti kulturën qytetare, shtetformuese, ato nuk ka më që e ndreq. E për mu skandali WhatsAppit pikrisht çaça e shkatron. Ti e ki një ministre, edhe një person në prapavi që s'ka naj pozit, zonja Mihajli edhe zonja Rizvanolli, tu marrë vesh për pozitën e një kryeshefit të një ndërmarrje publike. Bashkë me personin. Kjo e te kalon për mu problemet e korrupsionit edhe të nepotizmit. Ti po e dëmton edhe se mos kur e vren për një person që unë e çmoj familjarisht edhe si person, zoni Zvanolli, po kur e vren se ku është prek, e tash ti e paramendon që ka pasur edhe qindra raste të tilla. Po besoj. Kur ti nuk e lejon si me thonë, aplikimin edhe meritokracinë normale në shtet, nuk ka gjatë që e dëmton ma shumë dashnin e një fëmijë, një triut për venin e vetë se qaja. Sa e vren që për mujtë marrë në pozita udhëhecse, pa tjetër po dufka me kalu ka një ministër ose ka një person atje i partisë. Edhe në moment që ti e dëmton qitsen, që të kulturë shtetformuese të njerëzit, ti e dëmton shtetin ma shumë se çdo gjë tjetër. Ma shumë se me vjedh të nderë ose ma shumë se me shti dikon punë. Edhe për mu kjo nuk është bisedu atë sa është dasht me u bisedu. Për mu qeveria, si me thonë, skandali WhatsAppit është shumë a i këtë se pronto. Se pronto s'paku e ke ditë cak qka qysh tek, diçka i ke po dhe në fund s'kan bo kur gjë. Këta e kanë emru. Këta në WhatsApp, në grupet të WhatsAppit kanë thonë tendera, ose janë marrë vesh për tendera të kekut. Këto janë informata publike. I ki 3-4 persona aty, që flasim për një tender kekut, njerëz të cilë lidhje nuk kanë me energji, me menaxhim të një termocentrali, me problematik brenda hidrocentralit, po mersh ai shumë mirë dhe nuk i ka plotsu kriteret, ky dhe i ke po ka pak më. Don këto për mua kanë qenë trishtimi që e kom ndje dhe arsyeja pse kom hyrë në politikë. Arsye themelore kur e kom pasë çka do ndodh, prej arsyeve themelore kanë qenë këto. Tash, prej që është bo qeveria, unë i me marrë vetë me po, i ki qindra fotot të secilit minister të bo takova këtë, isha këto, bonat. Nuk është qeverisja me taku njerës. Edhe krejt është PR, dhe më thonë nuk kanë shanca me pas një takim e mos me postu rrjetet sociale. Apo kuptëm populizmin. Nuk ka nevoj të çdo takim me secilin individ të një institucioni o që ti me postu rrjetet sociale. Po kjo bëhet me qëllim, me tregu që çfarë po bojna. Ti dush me kry punë. Ti dush më marrë me sene të dikasterit i cili ka mas shumë të nevoj kështet. E jo me u marrë me takime edhe këto takimet me i promovu edhe pastaj me lyp do lajka edhe sene sepse këti po të regën qa është koncepti është pushteti, e jo shteti. Edhe kur po them qeveria materave, qeveria Facebookut, që kjo është për mu, nuk është që unë e pja unë gjes, këta po e të regojnë vetë. Se këta, se cili minister, gjdo dit i ka 3-4 postime, takova këtë, takova atë. Zdim, ka fillu me, qëra, unë e këtu e me subjektiv, është e vërtet. Unë e vërtet mendoj që nuk janë të bo punë të mirë. Unë e vërtet mendoj që le të këja mundet me bo punë ma të mirë. Sot për sot, kalu 6 vjetë dhe ki minimumi 20 raste që fol 0 MW energji elektrike, halani autostradë normali nuk janë gjendi me kry për 6 vjetë, kilanit kamet si kamet e kini pa, sot e promovu një autostradë, gjysëm autostradë që ishë promovu ma herët, se janë shtu edhe pak kilometra aty, e di që kanë bo qaki gjana kulturore, sportive, s'ke pas kur gjë, pos privat që kanë shty diçka procese, investimet huja nuk i kurgjesh, pos diaspora që blenë banesa ose objekte këto, edhe këto gjana du të mjallë thonë trive, sepse nuk janë të mshefta këto ose të rrezikshme, këto janë të vërteta. Edhe në moment që na nalemi me thonë të vërtetën, normal që kë fiton 51%.
Një sen që du të më thonë që unë nuk e kam personale me ata njerëz. Shumicën për tyne nështë ta nuk më pas kur kontakt, dhe shpesoj që as nuk më pas nërë kontakt. Problemin e kam që ti ke dalë ke vot, ta ka dhonë 51% e ti s'po e në gjene me qeverisë. Me pas qeverisë mirë, edhe me pas zhvillu këtë ven, unë e mas pari s'kisha im politikë heq, edhe dyta e kisha vnu edhe fotografinë e ti, që e kam Të Albin Kurti. po me pas një problem, për i shdash me ndërtu shtetin. Në moment që e kishë ndërtu shtetin, se qëre, ti pranë, që shtet, gjithë shka që kena në sëtë edhe e kom thonë sa herë, pavarësia, liria, marrëdhëniet me aleat, një që në sa njohje, organizata ndërkombëtare, policia, ushtria, ATK-ja, doganat, infrastruktura rrugore, ligjore, energjetike, telekom, gjithë shka është bo para se marrë dhe Albin Kurtin për shtetë. Gjithë shka që asët na e kemi, kur dalim prej banesës dhe shkojna në punë, shkojna në spitale, është ndërtu në këtë ven, jo perfekt, me shumë gabime, me korupcione, me gjanat, e di se i kena kritiku bashkë. Por me gjithë ata janë ndërtu ato. Janë ndërtu. Që kjo polici që sot është ndërtu para viti 2019. Normal ka pas gjanat mira që ka ndodhur, nuk më i tash me u bo krejt patetike me thonë këta s'kan bo kur gjeq. Por, të ka rrit deficiti tregtar. Kur s'kemi pas deficit tregtar më të madh se tash. Po ki probleme me energji elektrike. Kur s'kemi importu ma shumë 1 miliard euro rrymë. Nuk kemi përparim në shëndetësi dhe në arsim, që janë shtyllat e zhvillimit së të shtetë. Çka tjetër? Kemi nisi me thonë më me disa tema shumë të mëdha, e mandej në shumë sfera të mbrëmshme po lëngojmë, malë se tash do të më bu me dije, edhe pse jem këgja shlirë sot, prapë kemi një kohë kufizume, edhe e kemi të i kalu. Unë po du më të falenderu shumë për kohën dhe vullnetin që pate për me ardhë, në shteg me Divranin, edhe po shpresoj që në mandatin tjetër të arshëm, po do këtë afraj, me mujtë, si me thonë, me përmbush ato misionin për cilin edhe vetë ke hina në politikë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që ki vullnet me organizu gjana të tilla, sepse mendoj që duhet se cili politikan me dal me thonë mendimin e vet, qoftë edhe nëse spajtohna me politikanë të partive tjera, po me munu me rujt të vërtetën, atë sa mundemi, mos me qenë e vërteta e mbërthyme me çështje subjektive partijake, po sa ma afër asaj absolutës, edhe faleminderit që po merresh me këtë punë, se vërtet po na duhet me këtë punë. Po mundohemi. Faleminderit e njerë mal. Shikus të dashtën, ky është e shtegu për sot, deri në shtegun tjetër, miru pafshim.